Nga vini? Unë jam shkodran, vi prej Londrët, kam tash një 3 dekada atje. Kam një 3 dekada në Londër, më kanë marrë në telefon, apo vjen, më kanë thënë, kam marrë fluturimin e partë nesërmen, edhe kam marrë këtu. Njerëzve u ka shku thika nasht. Fatkeqësisht, këtu janë ba në çdo pjesë të sistemit, i kanë fut dur gjithkohë. Kjo punë ka 80 vjetë si zgjati shto. Ka ardhë koha që njerëzit me reagu, duhet me ditë mu sjell, mos me ra prejet provokimeve të ne, por duhet që na me ju diftu se qa është qytetaria, që janë traditat shqiptare edhe ajo qytetari që kena fitu jashtë. Prandaj e kam marrë edhe këtë që strembet ujku me dajre, pra na duhet me rezistu, por pa ra preje e provokimeve të ne. Për ndryshe, dalëshim faqe bardhë. Para sa vitesh keni ikur nga shkolla? Tash 3 dekada, gati 30 vjetë. Se keni ikur në Londër? Si që thirtë, fatkeqësisht asnjë aspirat e shpresë e njerëzve për me pas barazi nuk është e tillë. Kështu që si gjithkush me dalë me lyp një jetë më të mirë. Nëse gjërat ndryshohen dhe në Shqipëri, Shqipëria bëhet një vend më i mirë, a e mendoni rikthimin në vendin tuaj? Me dëshirë po, por me ta thonë drejtën s'ma marr mendja. Megjithëse se ka shumë tjerë që do të kthehen. Çfarë duhet ndryshuar në Shqipëri? Duhet me ndryshu krejt sistemi. Duhet një dorëheqja e parevokueshme e Ramës direkt edhe qeverisë, 2 qeveri teknike, 3 ndryshimi i kodit zgjedhor. Që të paktën ndryshoj edhe të jetë mundësia që njerëz të tjerë që nuk janë kapur nga grupet mëdha politike munden me kandidu. Po nuk u bë kjo punë, s'ka si ndryshim. Pra vetëm në riciklim bëhet. A keni ndonjë politikan që mund t'ja besoni votën tuaj, apo mendoni që duhet dikush tjetër? Duhet që të hapet loja. S'ka rëndësi se kush vjen pastaj. Kandido me forca e me drejtësi. S'ka rëndësi kush ke qenë, çka ke qenë. Nëse ke bën ndonjë krim, duhet me shku në etosi. Nëse s'ke bën ndonjë krim, del provoje veten para popullit. Por duhet me qenë e barabartë. Fatkeqësisht tash 30 vjet nuk ka pas barazin këtë punë. Faleminderit shumë për intervistë. Kjo është mënar. VIP magazin. VIP magazin. Unë kërkoj faljen që se të ndoj, përse prej pak të morit të shana i gjohë. Ja, vëllai. Ti e ka e fillove, unë e vazhdoj e shumë. Ti më mille, a e kam thu mille gojnë? Jo, mërë burë, një thashe lajmë, shatë më këtë. Jo, më jam rredo. Fali, thashe prej Ndërkohë këtu nuk mungon as i përhershmi me 2 flamujt, atë të Kosovës, të Shqipërisë, në fakt edhe atë të UÇK-s. Po grumbullohen. Kemi këtu valvidje të flamurit. Shumica nga ne do e kanë.
por që nuk mungon as flamuri gjigant, fuqezi që pritet që të valvitet nga përfaqësues të diasporës që kanë ardhur për të protestuar. Me maska të rikë brapa. Kush ka maska të rikë brapa? Që të shpjegojnë pak se i keni. Se është rëndësishme që mos fillojnë një, po janë shumë janë ashtu. Hajde pak me maska. Dhe të daj kush ka maska brapa? Kush ka maska brapa? Atje. Prandaj simbolike, prandaj maska që ka ai do t'ja shjeri. Ne kemi ardhur, gjithë jemi nga diaspora, unë nga Hamburgu, Anglia, Suedia, Italia, Greqia, e gjithë, për sa i përket Zvicra, Amerika, çka gjithë. Ne që jemi këtu kemi ardhur gjithë na. Ka 3 vit do vitë të tjerë, po vinë, i pjesë janë këtu, i pjesë janë në stacionin e të tjera, do bashkojnë me mundë të marrëjmë direkt të sheshë. Rëndësishme, ne kurikme, ishte e damshme. Që pra që kryume ne atje, edhe kryume një pasuri pra popullit tonë, një jetesë më të mirë, po sot kemi nësë të krejmë, po në më shërdera, nuk kemi as i vëjmë të si. Pra naj, kjo ka rëndësi më të madhe, të kemi në tonë, po në bëjtë në tonë, po, në një 5 pas 5, nuk e në brasa brapa, nuk jemi